Jemi sërish bashk në Breaking, do të kemë në një lidhje direkte në këto momente gazetarin Sokol Brahaj që ndodhet në Turqi, gjithashtu bashk me ne do tjetë edhe Misha Pumo. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Do doja ta nisja me Mishën, duke qenë se sot pritet një telefonat e rëndësishme ndërmjet Putin dhe Trump. Ndërkohë që nuk kanë munguar edhe paralajmërimet e forta të Putin para kësaj telefonate. Misha? Po, sot rreth orës 18 sipas orës së Shqipërisë, ose 10 me atë amerikane, do të thënë në Washington, pritet telefonata e Putinit me Trumpin, ku do të diskutohen sigurisht paqja në Ukrainë, gjëja themelore e kësaj bisede. Në këtë, do të thënë, rakus bisedimesh, Rusia vjen me një pozitë të favorizueshme, sidomos në fushën e betejës, trupat ruse vazhdojnë, do të thënë, avancimin e tyre, tashmë janë në kufirin e zonës së Dnipropetrovskut. Dhe mund të themi që vetëm 2 ditë më parë kanë kryer një nga sulmet më të ashpra në Ukrainë. Po, për fat të keq, ndoshta këto sulme, do të thënë, që prekin dhe popullsinë civile, janë të ashpra për një kohë të gjatë, do të thënë, është luftë dhe nganjëherë, do të thënë, këtë e kapin edhe civilet. Por, për shembull, kanë qenë një sasi e madhe dronash që janë drejtuar në zonën e Sumit, dhe kjo është një bumerang i asaj politike, do të thënë, ai qorsokak që Perëndimi dhe Ukraina ndërmorën së bashku për të zënë zonën e Kurskut, dhe tashti ky bumerang i vjen mbrapsh dhe jo më pak se dje 200 rajone të banuara të Sumit po bëjnë evakuimin tashti dhe pritet që aty të mësy ushtria ruse për të krijuar një zonë demarkacioni ndoshta. Nga ana tjetër, gjithashtu janë intensifikuar sulmet edhe në zonat e Harkovit. Presidenti Putin ka deklaruar dhe shprehu bindje që të 4 rajonet e Ukrainës që janë tashmë të inkuadruar në Federatën Ruse do të, siç u shpreh presidenti Putin, do të çlirohen përfundimisht brenda këtij viti. Prandaj ndoshta dhe nga ana tjetër nuk janë shumë, do të thënë, të pritshme toleranca të mëdha nga ana e Moskës. Nga ana tjetër, Trumpi do të bëjë çmos, ai ka biseduar tashmë me krerët e disa vendeve europiane dhe do të diskutojë sigurisht me homologun rus për anëpushimin. Trumpi do të insistojë, pritet që të insistojë për anëpushimin 30 ditë, që do të thënë është një plan tashmë i shtruar në tryezë edhe nga liderët europianë dhe Zelenski. Nuk besoj që Rusia do ta pranojë këtë plan, por do të ketë kundër plan tjetër. Gjithçka, siç ka thënë edhe sekretari i shtetit amerikan Rubio, pa pjesëmarrjen e Putinit dhe të Trumpit, paqja në Ukrainë nuk do të ketë. Sokol, vetëm pak ditë më parë Erdogan zhvilloi një takim për rreth 3 orë me Zelenski, në takim mungoi Putin, një mungesë e cila u komentua edhe nga media turke, por gjithashtu pati edhe një reagim të fortë nga Zelenski, ndërkohë që situata duket se sot e ka marrë në dorë Putin dhe pritet me shumë kërshëri se çfarë do të ndodhë në telefonatën ndërmjet Putin dhe Trump, ndose ka qenë pikërisht ky i fundit që ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të respektojnë interesat e Rusisë. Si komentohet i gjithë ky zhvillim në mediat turke, duke marrë parasysh faktin që Erdogan, i cili është konsideruar si Chelsea, le të themi, i kësaj situate, i zgjidhjes së kësaj situate, nuk ja doli dot t'i bëj bashkë? Po, Fiori, në fakt të gjithë letrat pozitive, domethënë të gjithë letrat kryesore të kanë kaluar, domethënë jo kanë kaluar, por kanë qenë vazhdimisht në fakt në dorën e Putinit, në dorën e Moskës, e vetmja gjë që
le për të dëshiruar dhe Rusin po e le çdo ditë më shumë në pozicion të vështirë, por që kur këtë nuk e ka pranuar Rusia dhe fakti që ajo nuk pranon një muaj armëpushim është në fakt që këtë e don Ukraina për të riforcuar, për të rimbledh nga e para forcat e veta ushtarake, por në fakt një muaj armëpushim apo 45 ditë armëpushim do t'i duhet edhe më shumë Putinit se sa Zelenskit, por gjithsesi nëse e shohim mbledhjen që ishte javën e kaluar, që ishin kokë me kokë, ishin 3 takime 3 edhe 4, që domethënë Rusi, Ukrainë, Amerikë dhe Turqi, atë bën një marrëveshje ku të paktën pas 3 viteve ulen përsëri në tavolinë dhe bën marrëveshjen e pengjeve për 1000 persona. Media turka këtë ka trajtuar që është një sukses normalisht i Turqisë, i inteligjencës që kanë bashkëpunuar inteligjenca turke, ruse dhe ukraineze më në krye të gjithë të tyre duke qenë inteligjenca amerikane, por gjithsesi ulja në tavolinë ka qenë një gjë pozitive, qoftë për Rusin, qoftë edhe për Ukrainën, sepse aty ku kanë pas ngelur para 3 viteve janë ulur përsëri. Kjo është një gjë shumë e mirë për të gjitha palët, por nëse e shohim tashmë ditët e tjera nesër, në mos gaboj në orët e paradreke, Turqia pret delegacionin amerikan ku do të flitet për të ardhmen e Sirisë dhe kjo është një takim shumë i rëndësishëm, qoftë nga ana gjeostrategjike, por edhe nga kjo që po bëjmë fjalë edhe me mikun ton zoti Mish, domethënë dhe lufta Rusi-Ukrainë do të jetë pjesë e këtyre bisedimeve, se siç dihet ka një port, ka edhe disa vende shumë të rëndësishme që Rusia i menaxhon prej dekadash në Siri dhe atë do të jetë pjesë e tyre dhe në telefonatën e sotme që do të bëjnë zoti Putin me zoti Trump, edhe aty do të jetë një ndër pikat kryesore pas asaj të parë se cila është lufta në Ukrainë do të jetë e ardhmja e Sirisë, domethënë Rusia do të ikë nga portet e veta që ka në Siri apo jo, dhe kjo është një gjë po aq strategjike, po aq interesante edhe për Moskën, kurse për Ukrainën tashmë duket që Rusia ka hec përpara, por kjo hecja përpara e Rusisë dhe shkurja mbrapa në Ukrainës tashmë nga që janë bërë 3 vite, këto kanë qenë vazhdimisht si ato dalga që tërhiqen e shkojnë e vinë prapa, por gjithsesi tashmë që edhe koha po fillon të nxehet në atë zonën anena, normalisht që kjo do të jetë jo fort e lehtë as për Putinin, por as edhe për Zelenskin, sepse siç dihet tashmë të paktën nga informata të ushtarakëve të vjetër që janë në pension, thonë që armët shumë më të sofistikuara kanë arritur tashmë nga Amerika apo nga shumë vende të Evropës kanë arritur të hyjnë në Ukrainë dhe këto në fundit këtë fund muaj do fillojnë të përdoren nëse nuk arrihet një armë pushimtore dhe pikërisht për sa i përket armatimeve dhe mënyrës se si po kërcënojnë vendet njëri tjetrin, do doja të pyesja pak Pumën në lidhje me paralajmërimin e fortë që ka bërë Ukraina ditën e dieshme. Rusia do të testojë një raketë balistike ndërkontinentale. Ky është një alarm i madh që është lëshuar nga Ukraina pas sulmeve të njëpasnjëshme të Rusisë ditët e fundit. Me sa ka të ngjarë, kjo raketë që quhet Yars është u dërgua si lajm, por më pas prova nuk u zhvillua, pra raketa nuk u dërgua, pra mund të jetë një sinjal për jo për Zelenskin, jo për Ukrainën, por për Europën, ndoshta. Pra është një mesazh i qartë, përderisa Rusia nuk ka komentuar ndaj pas këtij paralajmërimi të Ukrainës. Jo, nuk e shikon të arsyeshme të jap komente dhe shpjegime europianëve, ata nuk janë për Rusinë partner, qoftë në bisedime, qoftë nga anën konstruktive, ata janë në target duke bërë konfrontime dhe diskutojnë vetëm për forcimin e sanksioneve që nuk japin asnjë lloj rezultati. Dhe do me thënë kjo retorika e tyre është në ndesh me qasjen amerikane, të paktën deri tashti. Sigurisht që presidenti Trump ka deklaruar që Amerika mund të përdor
do me thënë sanksione shkatruese, por nuk vetë presidenti Trump nuk do të dëshironte ti ndërmerte këto hapa. Nga ana tjetër, presidenti Trump deklaron gjithmonë e ka, do me thënë, atë stilin e tij, gjëra shkatruese, sanksione shkatruese, do me thënë të gjitha, nga ana tjetër pastaj del, do me thënë, jo shumë ashtu siç deklarohet. Por në të fakt presidenti Trump është sigurisht për një gjë. Ai është, do me thënë, biznesmen dhe si biznesmen, ai vazhdon të diskutojë dhe të shpresojë që mes Rusisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vendoset jo vetëm paqja në Ukrainë, por edhe marrëdhënie të mira dhe partneriteti në biznes, pavarësisht nga konkurenca globale që mund të ketë pastaj si në mes tyre. Edhe president merita për këtë, ndoshta si një politikan tashmë i sprovuar me një shkollë shumë të fortë, Putini ka arritur ta lidh çështjen e Ukrainës me rregullimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara në një hallk të vetme. Prandaj, do me thënë, këto janë të ndërlidhura këto aspekte, pra Ukraina dhe rregullimi i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Misha, çfarë është kjo raketë balistike që Putin po e përdor për të kërcënuar jo vetëm Ukrainën, por edhe vendet anëtare të NATO-s? Nuk është që po tash në këtë moment nuk ka kërcënime, është thjesht një përmendje simbolike. Është një përmendje simbolike që Rusia vazhdon provat, vazhdon punën për provat me raketën Yars, që është një raketë balistike. Unë si në mungesë të informacionit dhe njohurive si inxhinier teknike, energjisë bërthamore, nuk di t'i shpjegoj se çfarë ka të veçantë kjo raketa Yars, po është një raketë e re që bëjnë prova. Do kaloj pak tek Sokoli për të diskutuar sërish mbi rolin e Erdogan. Presidenti turk ishte në Tiranë vetëm pak ditë më parë, sigurisht që u prit nga kryeministri Rama, po pati takime edhe me lider të tjerë të Europës. Ajo që bëri përshtypje dhe që është komentuar gjatë është takimi i tij dhe gjua e trupit e analizuar nga ekspertët gjatë takimit me Macron. Macron duket se u përpoq që t'i tregonte, le të themi, pushtet, por si gjithmonë, si një ujk i vjetër, Erdogan diti që ta kthej në favor edhe këtë situatë, duke e mbajtur për çaste të tëra të kapur tek gishti Macron. Si është komentuar e gjithë kjo situatë? Çfarë tregon? Dhe si janë marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Francës? Në marrëdhënien ndërmjet Turqisë, për ja filloj nga fundi pyetjes tuaj Fiori, marrëdhëniet e Turqisë nga shën nuk kanë qenë kur keq, në fakt kanë qenë gjithmonë mirë, pavarësisht se sistemi shtetëror dhe sistemi drejtësisë apo formimi i shtetit dhe ecuria e politikës në Turqi është bërë copy-paste direkt nga Franca, shekuj më parë, dhe njëjta gjë vazhdon edhe sot të kësaj dite. Marrëdhëniet kanë qenë të mira, ka frekuentime, do të thënë ka disa gjëra, por sidomos të vitet e fundit, këtë dekadën e fundit, ku Turqia ka bërë një lëvizje spontane në diplomacinë, sidomos në shumë shtetet e Afrikës, aty normalisht ja ka marrë, po të thuash, as duke ja zënë vendin e saj në Afrikë, Francës, dhe për ta nuk i ka gjendë e mira, por siç dihet, të jesh 23 vite në qeveri i vetëm si kryeminist edhe si president, ku të gjitha ata, të më thënë, janë ka 7-8 vite, 10 vite, edhe janë tamam si kalamajt e këtina, normalisht ja arritet të jetë e pro në çdo lloj takimesh apo lëvizje taktike që bëhen në diplomaci, kurse tjetra që u fol në Turqi, domethënë ka qenë ndoshta mund të kenë qenë i këto 10 viteve të fundit ka qenë lajmi më i madh që është bërë në të gjitha mediat turke, shumë i madh, dhe unë me thënë drejtën, edhe pse kam folën në disa media, qoftë edhe në Moskë, edhe në Azerbajxhan, edhe në Armeni, edhe në Turqi, por kjo e Turqisë ka qenë shumë interesante, është dhe një prononcim krejt ndryshe për këtë lajm, dhe sidomos ulja një gjuj e kryeministrit zoti Rama për Melonin, dhe ajo tjetra që ashtu që flasen të gjithë liderët
kur ishin kalamaj, domethënë mirë se erdhët në Turqi, ka qenë një pikë shumë ashtu dhe një gjë e tillë që për Erdoganin mund të jetë e pafalshme aty kur buzëqeshja e Erdoganit, miqësia e tij domethënë me shqiptarët, por edhe takimi me gazetarët domethënë që ka bërë nga Tirana deri në Stamboll në avionin e tij, domethënë personal që ka folur me gazetarët, me të vërtetë për Shqipëria ka qenë shumë e rëndësishme dhe e cila do të jetë e rëndësishme dhe sipas mediave turke edhe në rolin problematik që janë Azerbajxhan, Armenia edhe aty Shqipëria do të ketë një rol krejt ndryshe, por edhe direkt e mos qoftë edhe indirekt një lidhje përmes Beogradit dhe Moskës, duke që Shqipëria tashmë ka filluar ta marrë, por gjithsesi do të presim në ditët në vijim ta shohim se sa rol do të kemi brenda aleancës së NATO-s në këtë luftën Ukrainë-Rusi, por me sa duket edhe Erdogani ka bërë, domethënë duket se ja ka hap dorën pak edhe Shqipërisë, domethënë automatikisht edhe Edi Ramës që të jemi ndoshta një rol sa do pak i vogël të jemi një rol pozitiv në këtë temë, Fiori. Misha, Rusia ka ndaluar një cistern nafte që i përket një vendi antar të NATO-s dhe pa diskutim që të gjitha vendet antare të NATO-s janë vënë në alarm. Mund të shohim një fillim tensionesh, disa media e kanë komentuar si po vjen era luft, jemi përpara nisjes së tensioneve të mëdha. Era luft nuk vjen sepse nuk janë ban kujt të lidhet me Rusin për punë luftet në këtë moment paktën. Domethënë për punën e cisternës, ajo ka pasur siç deklaron palë ruse ka pasur shkelje domethënë për këtë arsye është ndaluar. Besoj që proceset burokratike do të zhvillohen dhe cisterna do të në një farë mënyrë do të lirohet, do të zgjidhet, nuk është në një domethënë situatë që Rusia ka mangut një cisternë me karburant, domethënë që ta marrë për veten. Nga ana tjetër domethënë kuptohet që vendet balltike shpesh herë deklarojnë që dhe kanë dëshirë që ta shndrojnë ndetin Balltik në një det të brendshëm të NATO-s, gjë që Rusia me gjithë fibrat edhe mundësitë që ka, nuk do ta lejojë dhe nëse do të bëhet ndonjëherë luftë me vendet balltike, domethënë në këtë drejtim, do të bëhet vetëm nëse ata do të pengojnë Rusinë të përdori domethënë ndetin Balltik sipas konventës të deteve të hapura. Unë ju falenderoj shumë për prezencën dhe për të gjitha opinionet që ndat me ne. Ju uroj javë të mbar. Faleminderit Misha, faleminderit Sokol. Faleminderit kënaqësi. Faleminderit dhe juve. Faleminderit, ishte kënaqësi. Do të kalojmë në publicitet.